si themi mënyra se si ka shku kjo çështje prej zgjedhjeve e këtej, është një paralajmërim që ne mund të vazhdojmë të kemi një situatë të tillë problematike për shkak që rezultatet mund të lëvizin pak, por jo aq sa t'japin vendit një zgjidhje apo një qeveri, stabile. Idealja do të ishte idealja, po këtu po flasim kur flasim në këtë vendin tonë për idealen, në herë dukemi naiv. Është sigur diçka e pamundur. Po, idealja sigurisht në këtë situatë ne do duhet të kishim qeveri të koalicioneve të mëdha. Mos të harrojmë, ne kemi ne nëse nalemi edhe i shikojmë programet e partive tona, besoj që është vështirë t'i dallosh ato njëra nga tjetra. Si programe, si mesazhe. Shumë më të ndryshëm janë partia Kristian-Demokrate në Gjermani me partinë Social-Demokrate, sepse kanë vija më të qarta ideologjike, të gjelbërtit me liberalet, por ata kanë gjetë hapësira për shkak konteksteve të caktuara politike atje, për të bërë edhe koalicione, sigurisht. Shumë më gjatë janë trajtuar çështjet programore, janë arrit kompromiset. Tek ne kemi çështje shumë më të mëdha se çka Gjermania. Po flas edhe një herë ato që i përmenëm, për shkak edhe të lashave dhe kontekstit që kemi me shtetësinë, me Serbinë, me legitimitetin ndërkombëtar, nevojën që kemi me ecë përpara, qoftë procesin e integrimeve evropiane, qoftë në antarësimin në organizata ndërkombëtare. Ju e dini, ne ishim prag të antarësimit të Këshillit të Evropës. Për shkak këtij konteksti, ne mbetëm jashtë. Tash edhe ajo mund të largohet nëse ne vazhdojmë kështu. Kemi humbur shumë fonde të Bashkimit Evropian e tjera. Por ne prapë gjendemi në një situatë të çuditshme. Tash e kemi mandatarin e dytë, ndërsa gjasat, ato që ka flitet, ato që ka i shohim, është se do të kemi zgjedhje. Sepse nuk ka numra, ku do t'i merr ata numra nëse nuk ka pas ku t'i marr zoti Kurti. Po. Ndonë se sot nuk e di sa e pat, AK-ja e konfirmoi që ka pas një ftesë. A mund të lëviz diçka në këtë aspekt? Po ku ta dim ne, tash këto janë to spekulime. Jo, po në fakt edhe do duhet të kishte lëvizje dhe të mos kesh barrikadim që Kosova të kishte institucione. Po kishte një vullnet. Se jemi duke folë për një qeveri afat shkurt. Domthonë gjithë po pajton që në mars do të kemi zgjedhje. Domthonë edhe me Konjufcën, edhe me të tjerët në mars shkohet në zgjedhje. Çështja është se nëse ne flasim për nevojën që të kemi një qeveri, mos shkojmë zgjedhje tash shumë shpejt, në mënyrë që t'i kryjmë disa punë siç është buxheti, sepse ne rrezikojmë mars mbetemi sikur këto situatat në cilat u gjen Shtetet Bashkuara të Amerikës me mbylljen e buxhetit, ku mbesin me mira njerëz pa punë. Dhe mezi djata arritën kompromisin edhe unë nënshkru projekt ligji i buxhetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne mund, nëse shkojmë deri në mars pa institucione, ne rrezikojmë të mbesim pa buxhet apo pa ta them lëvërimin e tij, shpërndamin e tij, rrogat, pagat, punët që bëhen e tjera, të cilat ashtu kështu kanë ngecë. Një politikë serioze, edhe para dështimit Kurtit ne është dashur të mlidhen, pra po them këto po flasim për që madje këto janë as ideale, këto janë reale, po edhe realizmi tek ne. Të domosdoshme. Po edhe realizmi tek ne mund duket idealist. Sepse atë shumë kanë shku polariteti, atë shumë është shku në skajshmëri kjo armiqësia politike, sa edhe gjërat reale duken, po them edhe njëherë duken si ideale dhe dukemi naiv ne që në herë i përmendim. Sepse ka shumë më mirë se sa të shkojmë me propozimin për Kurtin. Kurti si partia që i ka fituar zgjedhjet është dashur të thrasë gjithë dhe thonë hajde ta bëjmë një qeveri teknike, pa neve fare, për t'i kryer këto punë, për ta kryer buxhetin, për ta miratu marrëveshjen për planin e rritjes, në mënyrë që të marrim ato para prej Bashkimit Evropian. Sepse janë rreth 1 miliard. Sepse janë shumë të nevojshme, sigurisht ato nuk vijnë me një herë, po ato vijnë pjesë dhe është e rëndësishme që ne ta nënshkrujmë, ne ashtu kështu kemi probleme me ato masat të cilat janë vendosur ndaj Kosovës dhe kemi humbur shumë, e njerëzit e dinë shumë pak sa kemi humbur në projekte. Kështu që ajo do të ishte një rrugë normale në këto rrethana, kur s'ka vullnet për qeveri përbashkë, kur s'ka numra,
hajde po e bëjmë një qeveri teknike, një qeveri ekspertësh, një qeveri të vullnetit mirë, pa përfaqësues partive politike, ta shtym deri në mars shkojmë në zgjedhje edhe shkojmë edhe njerë. Por nuk pat një mesazh tillë, tash edhe me Glaukun, kur ishte edhe një gjasë që të bisedoj për një qeveri teknike, prap nuk pat, edhe ne ndodhemi në një ngërç kur partitë tash futën në të tilla situata ku e kanë vështirë të dalin nga llogoret e tyre, sepse kanë kërkuar zgjedhje, nuk e kanë votu qeverin Kurti 3, tash cila është rrethana që ndryshoj për ta votu? A mund të ndryshoj kandidati, sepse ta kanë thënë nuk duam Kurtin ta kemi në qeveri. Mund të jetë si kryeministër, po themi, mund të jetë Glauku si lloj figure unifikuese që Glauku është dashur propozoi kur është dashur për kryetar kuvendi dhe ne do ta kishim kryer këtë çështje shumë herët. Unë ka qenë një figurë që ka qenë e pranueshme prej opozitës, tek çështja e ekzekutivit pastaj është politik. Përderisa kryetari i kuvendit është i rëndësishëm, me protokoll është pozita e dytë. Po pozicioni i kryeministrit i cili me protokolloi i treti në realitet është i pari, sepse ne jemi republikë parlamentare ku ekzekutivi, domethënë ku kryeministri realisht është ka të gjitha kompetencat ekzekutive. Ka kompetencat kryesore në udhëheqjen e vendit.